S'di qa kanë këtu të dashurat, nejse, mi qujt ishat e Gjestit që nuk pëllojnë hapsir pa ngjy në famën e tij. Shalla është era e fundit e Gjenetës që merret me Gjestin, se u mytu thonë e fundit, po s'po din mu largu prej tina. Fama, se masi të del Gjesti, ty bes kam për çka mu përfol në media. I madhe i vogël tu nga mas famës e Gjestit, amo për që me atë pru, ja kanë tepru Gjeneta edhe Egli. Mdokët janë të i bo konkurencë njëna tjetrës, kush po mrin me marrë famë ma shumë prej Gjestit. Dje, njëna reagoj në Instagram, tjetra hini fizikisht mrena në Big. Do me thonë, dje ke sfida e mos reagimit, amo veç reagime ka pas prej ishave. Nalëm pak te Gjeneta, ma sakt te hyrja e saj, e di që jëmbo pak i tepër të fol për ta, amo për derisa kjo ka thonë që është hera e fundit që merna me Gjestin, edhe shka në shpet tek sfida e mos reagimit, s'po moj ripa e komentu. Para mendoj menoj ke Gjeneta që dikush e prish sfidën për të edhe hup pare prej buxhetit, a mos dike as qa me bo, e shqyre lan shkurt e therën në dhomë të rëthimit, se mdokët ishi me lip vothin, me kujtu qysha ka pudh Gjesti gishtat e kanve, kur u ka në Big të Kosovës, qas bë njeri pra për vëmendje. Valla që është ajo fjala, nuk ljepi aty ku pështy, po për Gjenetën është e kundërta. Se ka thonë që s'merna mo me Gjestin, amo prap është u diskutu veç për Gjestin. Për shambull, Gjesti kur ke Egla cenën në Big, reagoj në këtë sfid, ku shkoj edhe për qafi. Amo, kur ke Gjeneta, i gjuj ke fjallë sens të vynë trupi, kur s'ki men. Largë, do me thonë, me spënd kalzojke që e ka shpiritin e zi Gjenki. Tani dje reagoj edhe Egli për mes një Insta story, tu e akuzu Gjestin për gjendjen e saj, për çdo gjë që ka ndodhur aty mrena. Kish shkru referata edhe pritova drejt mi u kalzu me lexu deri në fund se beso qysh në shkronjat e para e po është tendencën e saj mu viktimizu edhe për qatë arsye pritova me hi thellit. Realisht kum dasht me zemër me besu në dashurinë e saj, ama me që të reagim që e pash, veç ma vërtetoj të kundërtën, që krejt kjo, fama e dreqit i ka faj që njerëzit harrojnë edhe vetën e le mana e kën tjetër. Edhe kjo, do me thonë Egli, diti me shfrydzu mirë punën e famës, ku në fillim, kur dul prej shpis, nuk reagojke e knej veç e pajshe të ju rrit followersat. Egli Tako, prej një vajzë të dashuruar koke këmbë, tash në një person akuzues për Gjestin. Inshallah hajr, e shqyqyr që e kanë qëtë Gjestin, dorën zamër, e po kanë arsye për çka mu përfol në për media. Se s'di qa këshim bo, ishin harru si ftyra që në kanë naher në Big Brother. Si përfundim, nuk e dia qaq gjaku në ëmëll e ka Gjesti që si Gjeneta dhe si Egli nuk po ju ndahet shpirti prej ti. Ose është edhe kjo tjetra, që fama që e ka Gjesti këto po mundohen me shfrydzu në maksimum. Po nashti, edhe pak kryet Bigu, edhe këto kanë mu harru si personazhe.